Risia e dytë e skemës është që në shtyllën e rëndësishme të investimeve, neve vendosim 2.5 miliard lek, të cilët do të financojnë të gjithë investimet ose të gjithë aplikimet të cilët janë grumbulluar në shtator të 2025 në atë skem investimesh 2 vjeçare 2025-2026, por në të cilën neve do të hapim edhe një skem dhe një thirrje të re për investimet, e cila i drejtohet në mënyrë specifike grupeve dhe target grupeve të identifikuara e qartë, të cilët ka nevojë për mbështetje. Flas këtu për të rinjt. Shqipëria është në momentin në të cilën duhet të fillojë të mendojë në mënyrë serioze dhe të strukturuar për sa i përket ndryshimit generacional në bujqësi. Flasim shumë shpesh që bujqësia ka nevojë që të rimeret nga të rinjt, neve këtë duhet ta bëjmë të mundur, duhet ta bëjmë më të lehtë, duhet ta bëjmë më normale në proces. Dhe për këtë neve kemi ndjekur një skemë e cila merr karakteristikat e saj nga skema ekzistuese në Bashkimin Evropian për fermerët e rinj. 10.000 euro grant për fermerët e rinj, të cilët ndihmojnë për rritjen e investimeve të tyre bujqësore, pa specifikuar në mënyrë të veçantë një sektor, por duke pasur në vëmendje mbi të gjitha sektorin e blegtorisë, si sektor me shumë sfida.